Mos harxhoni para për ilaçe. Vaj ulliri para gjumit i shëron të gjitha sëmundjet, ja si ta përdorni. Përfitimet shëndetësore që marrim nga vaji i ullirit janë të panumërta. Një prej përfitimeve që vjen nga përdorimi i vajit të ullirit është edhe gjithashtu eliminimi i gërritjes. Gërritja është një problem që prek shumë njerëz në mbar botën. Zhurma e bezdishme e gërritjes gjatë natës mund të prisë kështu cilësinë e gjumit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Dhe çdo person mund të ndikohet prej saj në mënyrë të pakontrolluar. Gërritja ndodh gjatë thithjes së ajrit nga rrugët e frymëmarrjes. Zakonisht gërritja konsiderohet si një çrregullim i gjumit dhe sipas të dhënave të Healthline, mund të ketë pasoja serioze mjekësore. Në botë gjeten produkte të pafundme kundër gërritjes, por shumica prej tyre nuk kanë rezultatet e shumë pritura. Ndonse nuk ka një kurë mirëbërëse dhe përfundimtare kundër gërritjes, duhet pranuar se disa ndryshime në stilin tuaj të jetesës, gjithashtu edhe receta të ndryshme tradicionale natyrale mund të ndihmojnë në lehtësimin e këtij komplikacioni. Por si të përdorni vajin e ullirit kundër gërritjes? Vaji i ullirit mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër problemeve të tjera. Mjafton që të merrni një lugë gjedhe vaj ulliri dhe ta konsumoni atë çdo ditë përpara se të shkoni për të fjetur. Vaji i ullirit do të lubrifikojë fytyn dhe do të zbusë gjithashtu edhe gërritjen. Vajin e ullirit mund ta konsumoni edhe çdo ditë për të ulur nivelin e kolesterolit të keq dhe për të mbajtur nivelet e shëndetit dhe tensionit të gjakut në nivele të kontrollueshme. Sipas të dhënave të Healthline, konsumi i rregullt i vajit të ullirit për të ulur riskun e këtyre komplikacioneve mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të nisur ditën dhe për ta përfunduar ashtu si duhet. Vaji i ullirit është i pasur me vitaminën A, vitaminën E. Këto vitamina do të ndihmojnë gjithashtu në eliminimin e problemeve të lëkurës, zbusin gjithashtu dhe e mbajnë atë më të lëmuar dhe më të shëndetshme. Ndaj përdoreni atë me kujdes dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet fantastike në shëndetin tuaj. Vaji i ullirit rekomandohet si një përzgjedhje shumë e mirë kundër gërritjes. Rënja në peshë gjithashtu është një faktor kontribues kryesor kundër gërritjes së tepërt, e cila mund t'ju ndihmojë në këto raste specifike. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt pirja e tij do ju lejojë që të merrni përfitime maksimale për shëndetin dhe të evitoni kështu komplikacionet e tij. Vaji i ullirit sipas Brightside do të sjellë shumë përfitime të mira për shëndetin tuaj. Këto janë disa nga përfitimet që do të merrni nëse shtoni vajin e ullirit në përditshmërinë e recetave tuaja. E para që do të përfitojë në këtë aspekt nga përdorimi i vajit të ullirit është edhe lëkura. Vaji i ullirit është një proces përbërës shumë i mirë edhe në kozmetik. Redukton skuqjen e intjen dhe mund të ngadalësojë gjithashtu edhe shfaqjen e rrullave. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben si një dezinfektues natyral, çka do të sjellë një ndihmë shumë të mirë për shëndetin tuaj dhe do të evitojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Ndaj, përdorime të tilla të vajit të ullirit mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë e organizmit. Shtimi i vajit të ullirit në përditshmërinë e recetave tuaja do ju ndihmojë gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Ekspertët e Healthline e cilësojnë vajin e ullirit si një prej produkteve më të mira ushqyese për personat që duan të humbasin kilogramët e tepërt trupor. Ndaj, nëse doni të përfitoni nga të mirat e tij në recetat tuaja ditore, shtoni vajin e ullirit. Kështu do të ndjeheni edhe më të ngopur dhe nuk do ta pasuroni trupin me yndyrra të dëmshme. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare, e cila është e pasur me vajin e ullirit, ka dhënë prova të mira se mund të përmirësojë peshën tuaj të trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provuan se dieta e pasur me vaj ulliri i ndihmoi ata të humbisnin peshën e tepërt në mënyrë më të lehtë, krahasuar me personat që nuk e përdornin atë. Vaji i ullirit ka efekte pozitive në shëndetin tuaj të trurit. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit do të heqë gjithashtu edhe sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë.
Njerëzit të cilët e konsumojnë rregullisht vajin e ullirit në përditshmërinë e recetave të tyre kanë një memorie më të mirë se ata persona që mbajnë një dietë më pak yndyrë. Vaji i ullirit është shumë i mirë për shëndetin tuaj të kockave dhe mund të mbajë larg gjithashtu komplikacionet e tij. Ekspertët e Healthline e cilësojnë vajin e ullirit si një prej aleatëve më të mirë për kockat. Vaji i ullirit i ndihmon njerëzit të cilët të vuajnë gjithashtu nga problemet e artritit reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet gjithashtu edhe me vajin e peshkut, një prej burimeve më të rëndësishme ushqyese të yndyrnave omega 3. Përbërësit që gjenden te vaji i ullirit do të përmirësojnë ndjeshëm organizmin tuaj dhe do të mbajnë larg edhe komplikacionet e tij. Ndaj mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Shtimi i vajit të ullirit në përditshmërinë e recetave tuaja do të ofrojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj trupor. Gjithashtu edhe do të lehtësojë komplikacionet e inflamacioneve. Pasurimi i dietës suaj me vaj ulliri dhe acide yndyrore omega 3 do të ndihmojë në zvogëlimin e inflamacioneve në trupin tuaj, çka do të ndikojë pozitivisht në rigjenerimin e tij dhe shëndetin tuaj të përgjithshëm. Ekspertët e Healthline këshillojnë përdorimin e vajit të ullirit si një përzgjedhje shumë të mirë ushqyese në betejën kundër inflamacioneve. Gjithashtu edhe shëndeti juaj i zorrëve do të përfitojë ndjeshëm nga përdorimi i vajit të ullirit në recetat tuaja ditore. Disa lloje të bakterieve të cilat jetojnë në stomakun tuaj mund të shkaktojnë ulçra. Vaji i ullirit është provuar se lufton baktere dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 ml vaj ulliri në ditë mund të ofrojnë një mbrojtje më të mirë ushqyese për shëndetin tuaj të zorrëve, duke mbajtur larg gjithashtu edhe problemet e komplikacioneve të tretjes. Ekspertët e Healthline e cilësojnë vajin e ullirit si një përzgjedhje mjaft e mirë për të nisur një dietë të shëndetshme. Atë mund ta kombinoni fare lehtë edhe me ushqyerjen e dietës mesdhetare, dhe vlerat që do të merrni në fund do të jenë vërtet mbreslënse për shëndetin tuaj. Fenolikët e vajit të ullirit kanë veti të mira antioksiduese dhe antimikrobike dhe gjithashtu kanë efekte mjaft të mira antiinflamatore për shëndetin tuaj. Ekspertët tregojnë se ju mund të përdorni vajin e ullirit si një përzgjedhje mjaft të mirë ushqyese në lehtësimin e komplikacioneve. Vitaminat E që gjenden te vaji i ullirit janë një përzgjedhje shumë e mirë fantastike, madje ndihmojnë edhe në luftën kundër depresionit. Nëse jeni në depresion, një lugje dhe vaj ulliri mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë e dietës suaj. Ndaj përdorimi i tij në kujdesin tuaj shëndetësor mund të ndikojë pozitivisht në çdo aspekt të organizmit. Ekspertët e Healthline e cilësojnë vajin e ullirit si një prej produkteve më të mira ushqyese që mund të ndikojnë pozitivisht në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e inflamacioneve. Vaji i ullirit, sipas një studimi të botuar në vitin 2018 nga Franca, botuar në Fortiners in Psychology, shqyrtoi gjithashtu rolin e vajit të ullirit në dietën mesdhetare, dhe pas ai ishte një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në përmirësimin e shëndetit tuaj dhe lehtësimin e inflamacioneve të tij. Studimet zbuluan se nivelet e acideve yndyrore që gjenden te vaji i ullirit si omega 3 kishin efekte mjaft të mira pozitive kundër problemeve që shkakton depresioni. Shtimi i vajit të ullirit në vaktet tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë edhe për kujtesën tuaj. Marrja e vajit të ullirit çdo ditë mund të kontribuojë në zvogëlimin e riskut të humbjes së kujtesës. Humbja progresive e kujtesës lidhet me sëmundjet e Alzheimerit, që është një çrregullim i pakthyeshëm lidhur me moshën. Një studim ulëntoi edhe shoqërimin e komponentëve fenolik të vajit të ullirit te parandalimi ose vonesa e Alzheimerit. Studimet raportuan se konsumi i vajit të ullirit mund të përmirësojë ndjeshëm shëndetin tuaj dhe të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Vaji i ullirit në dietën tuaj mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe në lehtësimin e glukozës në gjak. Gazeta e vitit 2018 botuar në Annals of Clinical and Translational Neurology arriti në përfundimin se vaji i ullirit është një produkt fantastik për mbrojtjen e shëndetit tuaj. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojnë të gjitha përfitimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.